Po tasht, unë sa po erdha nga lokacioni ku është zbulu një varezë e re masive, deri tash janë zbulu të paktën 4 trupa, të cilët pas ekzekutimit janë hudhur në një grop qireqi. Ekipet hetimit të forenzikës, mjekësisë ligjore, qoftë Republikës të Kosovës, qoftë me ndihmën edhe të ekspertëve të Euleksit, janë duke bërë punën e tyre si është më së miri e mundshme. Hetimet për kriminalët që kanë shkaktuar këtë krim do të vazhdojnë. Ne nuk do të ndalemi derisa nuk zbulojmë edhe të pagjeturin e fundit, por pashtu nuk do të ndalemi derisa secili kriminal të paguaj për krimet që kanë shkaktuar, posaçërisht për këto krime ku gjak ftoft kanë ekzekutu njerëz të pafajshëm dhe pastaj kanë punuar që ky krim të fshihet. Siç kam deklaruar edhe më herët, tashmë është dëshmuar se Serbia është e njëjta Serbi e cila ka shkaktu krimet e luftës 98-99. Ajo nuk po ndryshon dhe përveç se është angazhuar që të dëmtoj, të vras e të spastroj Kosovën nga shqiptarët, tashmë gati 3 dekada është duke punuar në vazhdimsi që këto krime të fshih. Është kohë e fundit që Bashkia Ndërkombëtare të rrisë presionin ndaj Serbisë, ndaj qeveritarëve të saj, në mënyrë që e vërteta për gjitha këto krime të zbardhet. Ne nuk do të ndalemi dhe do të sillim drejtësi për secilin viktim të luftës sonë. Ministër, a ka dyshim ose a ka informata se kujt i përkasin këto mbetje dhe a është rasti i njëjtë me të kaludrës? Distanca mes lokacionit të masakrës së parë dhe faktikisht varrezës së parë dhe varrezës së dytë është diku 900 metra. Është e njëjta lugin e pronit, gjë që bën për të dyshuar që kemi të bëjmë me të njëjtin grup. Por ju kisha lut që për informata të sakta të presim. Unë duke u shprehur ngushëllime familjeve të pagjeturve, po ashtu ilus ju kërkoj durim deri në momentin kur shkenca, ekspertët tanë të përcaktojnë sakt se kufomat e cilit individ i takojnë dhe pastaj patjetër të i dorëzojnë familjeve, por edhe si shoqëni dhe si shtet të përcjellim në mënyrën më dinjitoze të mundshme. A është konstatuar në vendin e ngjarjes se mbetjet mortore që janë gjetë janë të 4 personave të ndryshëm, pra 4 viktimave të ndryshme, meqense përmendi se janë 4 persona? Si po më 4 të ndryshëm? Po, janë 4 trupa të cilat deri tash janë zbulu. Ekspertët po punojnë. Sa është në total numri? Nuk e di. A ka dyshime për varreza tjera masive edhe si komentoni që gjatë që po gërmohet për varrezë masive në Kosovë, në Serbi, po glorifikohen Brigada 37? Po përderisa ne kemi ende të pagjetur, patjetër se ka ende varreza masive, qoftë brenda territorit të Republikës Kosovës, qoftë në territorin e Serbisë. Ne do të punojmë deri në zbulimin e të gjithëve. Në të njëjtën kohë, po, është jashtëzakonisht e dënueshme sjellja e Serbisë që në vend se të hap arkivat për krimet e bëra ndaj shqiptarëve dhe pastaj të ndëshkohen kriminalët,
ata vazhdojnë në një të kërcënojnë dëshmitarët dhe në dy të glorifikojnë kriminalet. Nuk mund të vazhdohet kështu. Në një vend, në një shoqëri demokratike, qasjet, sjelljet e këtilla do duhet ishin të dënueshme. Fatkeqësisht, siç thash edhe më herët, Serbia është pa ajo çfarë ne e njohim për më shumë se një shekull. Faleminderit.